Në 6 vjetorin e ndarjes nga jeta, faqja Na ishte dikur kujton aktorin e paharruar Xhevdet Ferri. Më 16 janar 2020, arti shqiptar humbi një nga zërat e tij më të ndjeshëm. U nda nga jeta aktori i paharruar Xhevdet Ferri, një emër që nuk shuhet, një prani që vazhdon të jetojë në kujtesën dhe zemrat e publikut. Xhevdet Ferri nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte një shpirt artistik i rrallë, një interpretues që dinte të fliste pa zë, që dinte të emociononte pa teprime, që dinte të prekte thellë shpirtin e shikuesit me çdo rol që sillte në ekran. I lindur në vitin 1960, ai përkiste një brezi aktorësh që e ndërtuan artin e tyre me përkushtim, ndershmëri dhe respekt të thellë për publikun. Që në rolet e para, Xhevdet Ferri tregoi se kishte diçka të veçantë, një ndjeshmëri të brendshme, një qetësi që fliste më shumë se fjalët, një mënyrë interpretimi që dukej e thjeshtë, por që mbante brenda saj një thellësi të jashtëzakonshme. Në çdo rol, ai sillte njeriun e vërtet, sillte dhimbjen, shpresën, luftën e brendshme, dashurinë, pasiguritë, dinjitetin. Personazhet e tij nuk ishin kurrë të largët, përkundrazi, ishin aq njerëzor sa secili prej nesh gjente pak veten në to. Publiku e deshi sepse ishte i sinqert, e respektoi sepse ishte i përulur, e admiroi sepse ishte autentik. Xhevdet Ferri nuk kërkoi kurrë famë të zhurmshme. Ai zgjodhi një rrugë më të vështirë, por më fisnike, rrugën e artit të ndershëm. Ai la pas një trashëgimi artistike që sot vlerësohet jo vetëm për talentin, por edhe për etikën që përfaqësonte si njeri dhe si artist. Kur u nda nga jeta, dhimbja ishte e madhe, jo vetëm për familjen e tij, jo vetëm për miqt dhe kolegët, por për gjithë publikun shqiptar që humbi një nga figurat më të dashurat e ekranit. Sepse aktorë si Xhevdet Ferri nuk ikin vërtet, ata mbeten në skenat që kanë interpretuar, në filmat që kemi parë me emocion, në kujtimet që kemi ndërtuar me zërin dhe fytyrën e tyre. Faqja Na ishte dikur e kujton Xhevdet Ferrin me nderim dhe respekt, jo vetëm si një aktor të talentuar, por si një pjesë të çmuar të trashëgimisë son kulturore. Ne e kujtojmë për të mos e lënë harresën të mbulojë vlerat. Ne e kujtojmë për t'u treguar brezave se arti i vërtet nuk vdes. Ne e kujtojmë sepse figura të tilla janë themeli mbi të cilin ndërtohet kujtesa kulturore e një kombi. Sot, vite pas largimit të tij, emri i Xhevdet Ferrit vazhdon të përmendet me respekt, sepse ai nuk la pas vetëm role, la pas ndjeshmëri, la pas shembull, la pas dinjitet. Në këtë përvjetor kujtimi, përulemi me respekt para figurës së tij, e falenderojmë për emocionet që na dhuroi dhe e kujtojmë me bindjen se artistët e vërtet nuk vdesin kurrë, ata thjesht shndrohen në kujtim të përjetshëm. U prefsh në paqe, Xhevdet Ferri, arti yt jeton. Faqja Na ishte dikur e kujton me nderim dhe respekt figurën dhe kontributin e tij artistik.